Përshëndetje dashur miq, në kuadër të zgjedhjeve parlamentare të 11 majit, sot jam ulur të bisedoj me kandidatën në listën e hapur të qarkut të Tiranës, zonjën Ilda Zhulali. Përshëndetje Ilda, faleminderit që je këtu në studion time të Elevate. Faleminderit për ftesën. Ishte surprizuese në fakt që të shikoj aty bashkë me motrën tënde binjake, kur erdhët brenda. Ndoshta jo të gjithë e dinë që ti ke një motër binjake që ngjani si 2 pika ujë. Si ka qenë për ty të kesh një motër që është njësoj si ti? Është gjëja më e bukur në fakt të jesh binjak. Unë nuk kam takuar ndonjë binjak tjetër në fakt që mos shkoj mirë, po unë veçanërisht me motrën time shkojmë shumë mirë edhe e kemi këtë marrëdhënien e veçantë për shumë arsye. E para, sigurisht, është ai aspekti i gjenetikës, që të dyja kemi trashëguar të njëjtin material gjenetik, po kemi dhe histori shumë të bukura me njëra tjetrën. Për shembull, jemi smur të dyja në të njëjtën kohë, kemi parë të dyja të njëjtën ëndër dhe ja thonim njëra tjetrës dhe thotë tjetra pastaj pusho se do ta vazhdoj unë. Kemi ca historira shumë të këndshme kështu. Me çfarë mendoj që ka lidhje kjo? Sepse kjo është e pazakontë. Ose ndoshta është e zakontë mes binjakeve. Aspekti gjenetik, thash, është e lidhur edhe me atë që kemi qenë gjithmonë shumë të afërta, shumë dashura me njëra tjetrën, edhe ashtu jemi rritur, pra jemi rritur me shumë dashuri për njëra tjetrën. Edhe kemi një marrëdhënie shumë të veçantë, nuk rrim dot pa njëra tjetrën. Motra ka ardhur se jeton jashtë Shqipërisë, edhe ka ardhur për të më shoqëruar, të më mbështetur mua në fushat. Madje është interesant, një nga historitë më të bukura është që keni lindur edhe fëmijët në të njëjtën kohë. Edhe ka shënduar që jemi martuar në të njëjtën kohë, kemi lindur në të njëjtën kohë me 3 muaj diferencë nga njëra tjetra. Okej, edhe fëmijët ju ngatronin me njëra tjetrën. Po. Ka qenë një moment, e kemi edhe në video, në fakt është një video shumë e bukur, kur vjen motra në shtëpi, edhe merr një moment djalin, edhe ai shkon me vrap tek ajo, pastaj them hajde te mami, edhe vjen tek unë, pastaj kthen kokën, edhe filluan bënim një sidla me motrën, thoshte motra hajde te mami, dhe ai u hutua pastaj se nuk po kuptonte më. A ka patur ndonjëherë xhelozi mes jush? Jo, xhelozi jo, kemi pasur një konkurrencë të shëndetshme. Në kuptimin e kësaj që të dyja kemi qenë gjithmonë shumë të mira në shkollë, edhe përpiqeshim pra nuk e shikonim konkurrencën jashtë tek të tjerët, ishim me njëra tjetrën. Pra ky ishte kuti i matjes për ne. Po jo, xhelozi kështu në. Dhe keni edhe një motër tjetër. Kemi edhe një motër të vogël që kur ishte më e vogël thoshte dua dhe unë një si këto, se nuk arrinte dot që ta shprehte se ishte shumë e vogël. Po. Pra e shikonte këtë marrëdhënien e veçantë edhe që ne ishim 2 binjake njësoj dhe donte dhe ajo që të kishte një binjake. Po të treja jemi shumë të lidhura edhe kemi një marrëdhënie fantastike. Si ka qenë të jesh rritur me 2 motra të tjera në peshkopin e asaj kohe? Njeriu kur kujton fëmijërinë, gjithmonë i vijnë mendje gjërat e bukura në fakt. Peshkopia ka qenë një qytet shumë i ftohtë, për shembull. Këtë e mbaj mend mirë. Një qytet që ishte shumë i ftohtë, por kishte njerëzit që kishte të mrekullueshëm. Babai im ishte Libovit, por u dibranizua, sepse jetoi shumë gjatë atje, u martova me nënën time ajo, një dibrane, 24 karat, Sherlie. Dhe këtu më duhet ta theksoj që për ata që nuk e dinë, Ilda është vajza e zotit Safet Zhulali, politikan shumë i njohur, edhe që prej vitesh tashmë nuk jeton më, por që sigurisht ka lënë shenja tek ti edhe tek motrat e tua. Shumë të fortë. Edhe ka ndikuar absolutisht. Çfarë mund të ndash me dëgjuesit edhe shikuesit e këtij emisioni për të? Po, Safeti ka qenë babi im rrethpar, jetë i motrave të mia. Dhe ka qenë një njeri i veçantë. Babai im nuk bërtiste kur në shtëpi, nuk thoshte asnjëherë që shiko se do bësh këtë, pra ka qenë jashtë asaj tipologjisë që mund mendohet për burrat shqiptarë dhe mënyrën se si sillen me vajzat. Ka qenë njëri krejt tjetër, ka qenë njëri që fliste pak,
por i peshonte shumë fjala, në shtëpi kishte shumë humor, ishte shumë i dashur, merrte pjesë, ishte shumë i angazhuar me ne, na ka mësuar shahun, që kur kemi qenë vogla, ai ka qenë mësues matematike në Peshkopi, edhe i pëlqente na testonte nëse ishin të mira dhe në matematikë ose jo, edhe i pëlqente që i ngjanim te kjo pjesë. Po kemi pas një marrëdhënie shumë të veçantë sepse ne me të ndanim çdo gjë, të treja. Pra kishim shokun ton më të ngushtë. Dhe kjo ka qenë përpara se sa ai të futej në politikë. Kjo ishte përpara se ai të futej në politikë. Sepse politika i ndryshoi disi gjërat apo jo? Ndryshoi kohën që kishte në dispozicion për ne, padyshim, edhe ai u angazhua në politikë në një kohë që asnjëri nuk kishte plane të tilla, sepse ka qenë një nga themeluesit e Partisë Demokratike në Peshkopi. Tash Peshkopia është një qytet me njerëz të mrekullueshëm, por mendon atë kohë regjimi në qytete më të vogla ka qenë shumë i ashpër, shumë i egër, kështu që lëvizjet për ndryshim ishin me një kosto shumë të lartë. Edhe çdo njeri që u angazhua mori një rrezik kaq të madh përpara. Unë kam të vështirë ta imagjinoj se çfarë ka qenë ajo gjëja që e ka shtyrë atë për ta marrë atë vendim në atë kohë, duke patur parasysh pra që kishte edhe 3 vajza. Po besoj ja ke bërë atë pyetje më vonë. Ja kam bërë atë pyetje aty më vonë, por doja të këtë që, domethënë, ai hyri në politikë, hyri bashkë me bashkëpunëtar të tjerë të tij, por edhe me njerëz të tjerë të familjes, me dajën, me xhaxhain e vogël e tjerë. Edhe arritën që Partia Demokratike të fitonte, pra të bëhej një parti një herë politike në Peshkopi, themelohej, pastaj edhe të fitonte zgjedhjet, ai u bë deputet i Dibrës në Parlamentin Shqiptar, e parë pluralist, pastaj u bë edhe ministër i mbrojtjes dhe ka lënë shenjën e tij në politikë. Vazhdon të jetë një njeri që kujtohet dhe unë jam ndjehem e privilegjuar me thënë vërtetën që kudo që shkoj, ata që dëgjojnë biemrin tim një herë, i referohen Timeti, e thonë ti je vajza e Safetit. Po, dhe më kënaq kjo gjë. Sigurisht e bën të duket shumë e bukur e gjithë historia, por megjithatë jam e bindur që ka pas vështirësi në atë kohë. Të përfshirjes së tij në politikë, në Peshkopi, duke mos qenë edhe vetë nga ajo zonë, me 3 vajza, me gruan. E ka mbështetur mamaja jote këtë, e ka ndjerë faktin që edhe ai pastaj i la më pak kohë familjes duke u përkushtuar në politikë. Si e ka përjetuar ajo? Mami, në fakt, ka patur një aftësi të rrallë në shtëpi që nuk i ka dramatizuar kur gjërat. Edhe i ka sjellë në mënyrë kaq natyrshme, pra nuk transmetonte tek ne as frikë, as pasigurie, as se zakonisht për shkak gratë janë ato që çajin në shtëpi, shikojnë paralajmërojnë, thonë shikoj se rrezikon këtë. Dhe i mamën nuk e ka bërë asnjëherë këtë. Kështu që tek ne në brenda shtëpisë është përjetuar si fëmijë po flas, se unë kam qenë shumë e vogël atë kohë bashkë me motrat. Në fillim nuk është se kemi kuptuar tamam se çfarë po ndodhte, ka qenë një moment që mbaj mend kur do të bëhej mitingu i parë i Partisë Demokratike, do të vinte Sali Berisha kryetari i partisë në Peshkopi, që do të bëhej edhe shpallja e tjerë. Edhe në atë kohë Floriana bëheshin mitingje dhe kishin filluar antimitingjet, që ishin të Enveristët dhe dinin me portretet e Enverit. Anullua mitingun në atë kohë në Peshkopi sepse ishte përgatitur një skenar ashtu. Edhe kur ne shkuam në shtëpi, na erdhin antimitigarshët në poshtë pallatit që bërtisnin me foton e Enverit. U trembët? Edhe ishte befasir, ishte për të trembur, pak, me thënë drejtën, më shumë hutim se mbaj mend që ulëm poshtë, aty poshtë divaneve, edhe nuk po e kuptonin njërë që çfarë ishin, se dëgjonin ato zhurmat e mëdha, bërtitjet, ulërimet. Po tash i madh kishte këtë që ishte njëri jashtëzakonisht i qetë, nuk e humbiste të ruan kur, veçanërisht në shtëpi ishte. Edhe me ç'më kanë thënë të tjerë që kanë punuar me të, i tillë ka qenë dhe në punë edhe me të tjerët.
po ashtu dhe mami, tash nuk kanë qenë asnjëri që të shkaktonin panik, ose të transmetonin panik, po kanë qenë momente të vështira për ata, për të dy bashk, patjetër. Megjithatë, fakti që Partia Demokratike u themelua dhe pastaj edhe nxori disa deputet tregon që kishte një frym të njerëzve që nuk ishte ardhur regjimin më të hundës. Dhe pastaj nga ajo fëmijëria në qytetin e ftohtë Peshkopis, ti erdhe dhe bëre kolegjin turk në Tiranë. Po kolegjin turk, ka qenë brezi i parë i kolegjit turk. Brezi i parë i kolegjit turk. Dhe ti ke qenë një studente shkëlqyer. Dhe gjatë gjithë rrugtimit tënd akademik ke qenë e shkëlqyer në fakt. Ka qenë shkolla e parë private që u hap në Shqipëri dhe shikohej atëherë që ishte diçka e re. Edhe ka qenë një shkollë shumë e fortë, me thënë vërtetën. Ne bënim mësim 7 orë në ditë, pa ndërprerje, ishte çdo ditë nga e hëna në të premte, flinim aty, nuk flinim në shtëpi. Po krijuam dhe miqësi shumë të mëdha se kishim shoqe nga gjithë Shqipëria. Aty kishte nxënës nga gjithë Shqipëria, gjithë ata që ishin vetëm e 10 u futën në kolegjin turk. Po një përvojë e bukur. Edhe me këto luhatit e vogla të adoleshencës, se ti ndihesh pak e kufizuar që mos dalësh nga shtëpia e mësuar me atë lirinë tënde, në shtëpitë shqiptare nuk flinte njëri në konvikt, domethënë ti ishe brenda qytetit, as që mendohej që ti mund të flije në një konvikt. Por kishte bukurinë e vet, por edhe ishte një lloj parapërgatitje shumë e mirë për shkollën e lartë besoj. Çfarë do vinte më pas. Dhe këtë desha të thoja. Një lloj pavarësie. Po. Ti vijove studimet në Greqi, në kolegjin amerikan atje, ku prap dole me medalje ari. E ke pas këtë presion për të qenë më e mira nga babi, nga mami, apo të ka buruar natyrshëm? Presion jo, po shiko, babi im janë të gjithë familje arsimtarësh. Po. Edhe gjyshi me gjyshen atje, që kanë qenë ata të parë që erdhën në gjithë veriun, hapën shkollat e gjuhës shqipe që mësonin vajzat gjyshja edhe gjyshi djemtë. Edhe ata e kanë pas arsimin diçka shumë të shenjtë. Nuk prisin asgjë tjetër, pra nuk shikonin punë pasuria apo perspektiva tjera, po thoshte po të kesh arsimin, ke çdo gjë në jetë. Edhe i matë e çmonte shumë këtë. Dhe këtë e ka transmetuar edhe tek ne, po jo presion. Madje ka qenë mbajmend në Peshkopi kur ishim që bëheshin ato mbledhjet në shkollë që duhet vinin prindrit. Edhe babi nuk vinte asnjëherë. Thoshte no babo, hajde një herë dhe ti. E di çfarë do të dëgjoj, thoshte. Pra nuk donte se dinte që ishim bashkë me motrën, ishim shumë të mira edhe thoshte e di se çfarë do dëgjoj, po nuk presion asnjëherë. Po si arrije që të dilje me nota kaq të mira dhe me rezultate kaq të mira? Mësoje shumë, kishe një lloj aftësie vetë brendshme për t'i kapur lëndët apo rrije mbi libra gjithë ditën? Jo, nuk kam qenë njeriu që e gdhin mbi libra, me kohën e mjaftueshme që duhet. Nuk kam zgjuar asnjëherë në mëngjes për të përsëritur, se ka disa njerëz për shembull që zgjohen herët se duhet të përsërisin, këtë nuk e kam bërë asnjëherë. Jam njëri që ri deri vonë, po jo i zgjimit për përsëritjet. Po ka ardhur natyrshëm, besoj, nuk jam sforcuar. Besoj që është edhe fat të lindesh me disa aftësi, pastaj ajo që është e rëndësishme është kur njeriu është sistematik. Mendoj unë, të paktën. Kjo ka qenë mënyra se si kam funksionuar unë. Kam qenë sistematike në të mësuarit, jam përpjekur gjithmonë të mësoj me logjik. Nuk kam mësuar dot asnjëherë përmendësh. Ka qenë një nga defektet e mia që në fakt pastaj ja kam vlerësuar më shumë vetes se nuk i mësoj dot gjërat përmendësh, përpiqem të gjej thelbin e gjës, ta përvetësoj. Edhe qëndroj aty. Megjithatë gjithmonë me një objektiv përpara, domethënë për të arritur një qëllim të caktuar. Po, kur i futesh diçkaje, ose i futesh seriozisht, ose nuk i futesh fare, kjo është mënyra ime. Pra, përkushtimi është maksimal, edhe në shkollë të lartë, kur në kolegjin amerikan Cilaninkut, shkolla amerikane ka një mënyrë të mrekullueshme, një sistem të mrekullueshëm, mendoj unë, të dhënit mësim dhe të ofrimit të mundësisë që ti të nxësh. Pra,
këtë pjesën riprodhuese e ka zero. Po, është e Dhe vërtet. ti nxitesh të mësosh në mënyrë kritike, të përdorësh mendjen dhe atë dije që të marrësh ta vësh në funksion të diçkaje, se prandaj marrim dijen e pse mësojmë. Absolutisht. Kjo është arsye dhe sistemi amerikan, nga sistemet që unë kam parë të paktën, mendoj që është sistemi që nxit shumë më shumë se gjithë të tjerët këtë të menduarit kritike dhe një lloj autodidakt Po. të mësuarit, pra që e zgjedh vetë, e përzgjedh vetë, e filtron vetë informacionin dhe në fund fare nxjerr konkluzionet e tua pa patur përgjigje që duhet të konformohesh. Po. Pra që ti duhet qëndrosh këtu dhe nëse ti mendon ndryshe ke gabim, jo. Ato të lejojnë një hapësirë shumë të madhe dhe thonë mjafton që ti ta kesh të argumentuar. E megjithatë, kjo dëshirë për të mësuar edhe rezultatet e mira shkon edhe më mbrapa në kohë, sesa babaj, se më tregove një histori me gjyshrit e tu nga Gjirokastra që hapnin shkolla. Po. Kjo ka qenë shumë interesante. Gjysha nga Libohova dhe gjysha Gjirokastrita. Po. Të cilët të përfshin në lëvizjen e Ernest Koliqit për të hapur shkollat në veri dhe në gjithë Shqipërinë në luftën kundër analfabetizmit. Dhe ata ju përgjigjën kësaj thirrje, kanë lëvizur në gjithë veriun deri pastaj sa e kishin me detyrim pas vendosjes së sistemit komunist që duhet vendoseshin në Dibër ose në Kukës dhe ata zgjodhën Dibrën dhe jetuan aty. Shumë interesant. Po dhe motrat kanë qenë kështu me këtë dëshirë si ty për të qenë më të mirat edhe Jo me dëshirë, mendoj që ka qenë si konkluzion i gjithë i procesi, po kështu kemi qenë të treja, edhe motra Binjanka dhe motra e vogël. Shumë mirë. Dhe është për të theksuar gjithashtu që ti me këto eksperienca në Kolegjin Turk edhe në Greqi, ke mësuar dhe turqisht edhe greqisht edhe i ke përdorur pastaj si gjuhë më vonë? Po, i kam përdorur her pas here kur më është dashur, kam mutuar në Greqi pas jam kthyer, pra dhe më është dashur të shkoj prapë, ose kur kam mbajtur në Turqi, ose kur kam takuar miq turq në Shqipëri apo grek këtu dhe kështu përpiqesh ta mbash gjallë gjuhën. Me këto rezultate shumë të mira, ti pastaj u riktheve në Shqipëri dhe nisi punoje në Ministrinë e Jashtme. Në Ministrinë e Jashtme ka qenë koha kur u njohë edhe me Aldo Bumçin. Në fakt, Ilda është gruaja e Aldo Bumçit. Jo të gjithë e dinë, ndoshta në parti po, sigurisht, por keni mbiemra të ndryshëm, ashtu siç e bëjnë lidhjen publiku me babain tënd, me ty, ndoshta me Aldo nuk e bëjnë lidhjen. E ke hasur këtë? Po, ka njerëz shumë që nuk e dinë. Që nuk e dinë. Që unë jam bashortja e Aldos. Po me Aldon kemi tashmë 18 vite martesë. Po. Nga e cila kemi dhe një djalë. Një djalë, po. Dhe kemi një marrëdhënie shumë të bukur bashkë me njëri tjetrin që e çmoj shumë. Edhe jam shumë e lumtur për këtë. Çfarë ke vlerësuar më shumë tek ai? Domethënë, sigurisht që çifti në 18 vite ka shumë sfida, por rrallë ishe të dy bashkëshortët të përfshirë në politikë, siç jeni ju, edhe në politikë aktive. Ndoshta kur Aldo ka qenë në politikë përpara teje edhe ti në diplomaci, keni qenë në situata të tjera, ke qenë ti ajo që je tërhequr pak më shumë për të marrë me familjen dhe Aldo është marrë më shumë me politikën, apo ka ndihmuar dhe Aldo në familje? Jo, shiko, unë isha në një profesion timin që i kisha zgjedhur vetë diplomacinë, Aldo pastaj kishte rrugtimin e vet, ne u njohëm pak përpara se Aldo të përfshihej në politikë. Megjithatë, ka ardhur çdo gjë këtë natyrshëm, unë nuk është se jam tërhequr nga ndonjë gjë, unë kam bërë karrierën time tash siç e kisha zgjedhur. Mirë, po kjo është e vështirë kur ke dhe djalin e vogël, ndoshta ke pas ndihmë, ë? Është e vështirë, po padyshim që peshën më të madhe në shtëpi e mbaja unë, unë kisha edhe më shumë kohë në dispozicion. Por dhe nëse do duhet të bënte njëri nga ne ndonjë sakrificë për djalin, ose kur kishte ndonjë ngjarje familjare, ajo që e bënte këtë isha unë. Dhe kjo ishte me zgjedhje, nuk është se ma ka kërkuar ndonjëherë Aldo apo kemi bërë ndonjë debat me njëri tjetrin që kush duhet ta bëjë këtë gjë. Ka ardhur besoj shumë natyrshëm, edhe këtë gjë kam bërë me dëshirë. Me thënë, familja është për mua gjëja më e shtrenjtë dhe investimi më i rëndësishëm i jetës time. Edhe për asnjë arsye dhe për asnjë motiv nuk do ta sakrifikoja familjen.
Po mendoj që tani kemi ardhur në një etap tjetër, që të dy, edhe Aldo vazhdon të jetë një zë aktiv në politik, por e ka ndërprerë, si thua, atë rrugtimin e vet, që nga 2019 Aldo nuk është as deputeti i Shqipërisë, edhe pak njerëz në fakt nuk e din këtë, se ai nga që ka qenë i pranishëm në publik, dhe mendojnë që vazhdon, ka vazhduar që jetë në parlament, e vërtet, jo gjithë nuk ka qenë në parlament. Po kjo nuk e ndalon njeriu që të angazhohet, të ketë angazhimin e tij. Por gjithsesi ti e ke shijuar djalin, më the që unë e kam shijuar dhe rritjen e djalit, ke qenë vetë që e kujdesur për të. Më tregove që kishe pak më shumë kohë ndoshta në dispozicion për të marrë, por një bashkëshort në politik, sidomos po të punosh me Sali Berishën. Je vazhdimisht i angazhuar. Po. Është vështirë, ka qenë e vështirë, edhe ka qenë veçanërisht kur Aldo ishte edhe në qeveri, Sali Berisha ishte një kryeminist kërkues, dhe nuk i linte që të bënin pushim, nuk bënte as to takimet siç bën Edi Rama sot në hotele, ata ishin në zyrë deri vonë. Dhe mbaj mend që dhe në 12 natës dhe vazhdonin mesazhe që kërkonin përgjigje nga Sali Berisha që duhet të përgjigjeshin njerëzve. Po ti ke qenë mirë kuptuese ndaj kësaj? Po, nuk më ka shqetësuar. Ndoshta ka të bëjë dhe me faktin që jam rritur në politikë edhe babi kështu ishte, kështu që edhe me Aldon kjo gjë ka ardhur natyrshëm dhe unë ka patur mirë kuptimin e plotë, se nuk e ka menduar ndonjëherë në fakt pse duhet isha ndryshe. Po për djalin fillimisht ka qenë e vështirë dhe unë nuk e kisha kuptuar. E do t'rregoj një episod, kemi qenë në Durrës, edhe ishim me disa miq, me motrat, edhe me fëmijët, edhe gjithë ishim gjithë familja, pra. Ndërkohë unë isha vetëm me Davidin. E Davidi një moment shkëputet edhe më vjen, thot, mami, po babi pse nuk na done? Si ka shumë që shke fjali, si s'na do babine? Po pse tha nuk është ai me ne këtu? Dhe unë aty e kuptova që ai e donte patjetër atë figurën tresht, domethënë e donte, i mungonte prania e tij. Edhe unë marr me Aldon me njërin telefonit, thash tani ti do lësh çdo punë dhe do vish urgjent. Çfarë ka ndodhur tha? Edhe thash nuk ta themi, thash po ti do vish urgjent. Edhe vjen Aldo, edhe si që ishte me kostum se vinte nga zyra, edhe u shkri pasaj bashkë me Davidin aty në rër, edhe Davidi e morë për krau edhe thoshe, shikoj edhe unë jam me babin tim. Dhe aty e kuptova që aty mungonte prania Aldos. Absolutisht. Pavarësisht se ishte mësuar me pranin time non-stop, po e kërkonte pranin e babit. Po pastaj kur përfundoi puna në qeveri, kishin më shumë kohë me njëri tjetrin edhe kaloni shumë kohë bashkë, Aldo çonte Davidin në sport, në futboll, në basketbol. Pra gjitha këto vite që edhe Davidi është rritur pak më shumë? Pengesa kur merresh me politikë është shumë e vërtetë që ajo që ke të çmuar, por që nuk e zvendçon dot është koha në familje. Po çdo njeri përpiqet të bëjë më të mirën. Paktën ato momente që është, të jetë aty. Kështu që po djali si ta ka shprehur këtë gjë, domethënë përveç këtij rasti që në fakt ishte prekës që përmende, e ka shprehur më vonë që do kisha dashur ndoshta të ishit më shumë prezent ose të kishit profesione të tjera ose se tani ai është rritur, është 17 vjeç. Jo, nuk e ka ndjerë vakumin, po tash kam përshtypjen që janë ca momente si fotografi që të duket sikur ajo fotografia jote nuk është e plotë. Po përndryshe nga mendoj ja kemi plotësuar në këtë kuptim që Aldo të paktën për kohën kur Davidi ishte më i vogël, që kohën që shpenzonte me të kishte cilësore, për shembull kur vinte në darkë, rinte vetëm me të që ti lexonte atë librin e preferuar që kishte Davidi në darkë edhe kompensonte këtë pjesën. Kështu që atë e shijonin si kohë ekskluzive me njëri tjetrin pa bërë asgjë tjetër. Pastaj, unë kam qenë tash gjithkohës e pranishme me Davidin, kështu që nuk... Tani kemi ndruar pak rolet. Më ke treguar gjithashtu që ke një filozofi interesante për ndërrimi, që Davidi duhet i bëj vetë gjërat e tij, duhet bëj vetë kërkime për të shkuar në universitet,
ti organizoj vetë gjërat e ti dhe s'do ketë ndihmë nga prindrit, ha? Pse kjo? E bën më të përgjegjshëm në këtë mënyrë? Bën më të përgjegjshëm dhe bën të rritet brenda të gjithë kapaciteteve të veta. Mendoj që këtë e kam nxjerrë si konkluzion nga vetja. Mendoj që pra për ta përcaktuar një çik më shumë edhe me aplikimet e shkollës, ti nuk do ta ndihmoje, po pastaj për ta suportuar financiarisht. Ti pret që ai të punoj vetë gjatë studimeve apo ju jeni të gatshëm që ta mbështesni si shumica e prindërve të tjerë që i mbështesin fëmijët në universitet? Ne kemi mundësi të kufizuara financiare për ta mbështetur. Kjo është e para dhe Davidi e di sepse është djalë i rritur dhe ne ja themi gjërat siç janë. Por përveç kësaj, unë besoj që edhe Davidit i bën mirë që t'i kërkoj gjërat vetë, sepse njeriu kur e kërkon diçka vetë, e di se çfarë do njëherë, e formson tamam atë çfarë do. Dhe pastaj kur e arrin vetë, është edhe më i përgjegjshëm për ta çuar deri në fund. Fatkeqësisht unë kam shumë histori nga mikeshat mia që fëmijët kanë mbajtur jashtë dhe pastaj kanë braktisur studimet se nuk janë ndier mirë, ndoshta edhe sepse kanë gjetur çdo gjë gati. Kjo është një hamendësim i imi. Po, kjo ka qenë zgjedhja jonë që ai përderisa është një djalë që është shumë i aftë, është shumë i talentuar, unë dua që ai të plotësoj dhe ta realizoj veten duke qenë ai në dorë, duke pasur ai veten në dorë, dhe jo duke projektuar ne ëndrat tona tek ai. Ai le të ketë ëndrat e veta, por të realizojë vetë. Dhe njeriu kështu ecën përpara. Absolutisht. Sepse edhe prindrit tanë mund të kenë dashur më të mirën për ne, por për mua dhe motrat e mia, por ne ja kemi dalë vetë kemi gjetur shkollën, vetë kemi marrë bursa. Unë shkova në Universitetin e Oxfordit vetë, nuk ma bëri asnjëri gati, e desha, e kërkova, mora bursë të plot, dhe kur isha unë e aftë që të realizoja këtë në një kohë që nuk kishim informacion, Floriana, ne nuk dinim shumë gjëra, vinim nga një vend krejtësisht izoluar, me shumë pak mundësi. Mendo tani brezat sot i kanë këto mundësi të pafundme, janë të aftë që i kanë mundësi të paktën që ta kuptojnë shumë mirë çfarë kërkojnë dhe ta gjejnë. Dhe nëse përpiqen, mund ta realizojnë. Unë përgëzoj në fakt është edhe sigurisht puna juaj si prindër, edhe të qenit pranë tij, edhe të rriturit me këto vlera që edhe ai u bën krenar sot me talentin e tij edhe përgjegjshmërinë e tij, por besoj që duhet ndihesh mirë që e ke mendjen të fjetur nga kjo anë, nga ana familjare, për të përkushtuar pastaj edhe tek politika, ku ke patur një rol të jetë aktiv që nga 2022. Apo jo? Po, që nga 2022, kur unë vendosa që do të shkëputesha nga ai formati i burokratit, sepse unë nuk futa, kam qenë pjesë e administratës, edhe aty formatohesh. Dhe formatohesh në një formë që ti nuk do t'i lejosh vetes të bësh gabime dhe të veprosh vetëm brenda këtij kuadrati. Ky kostum rinte pak ngushtë në 2022-shin, se situata në Shqipëri rrëshqiti keq, dhe unë vendosa që unë nuk e mbaj dot më këtë kostum, kështu që fillova të shkruaj, ka ardhur në mënyrë shumë të natyrshme, nuk e kisha bërë me plan që do t'i futesha politikës aktive. Fillova të shkruaj disa statuse në Facebook, filluan të publikoheshin nëpër media, pastaj mediat filluan të shfaqnin intereset, më ftonin të isha e pranishme. Më pas mora një ftesë që të bësha pjesë për programin e integrimit për Partinë Demokratike, për dhënë disa ide, për mënyrë se si e njiha edhe e kisha parë në procesin. Kështu që erdhën gradualisht, por është diçka që unë e kam shijuar, më pëlqen, është një proces që e njoh, është një rrugë që unë e njoh shumë mirë, ja njoh vështirësitë, ja njoh rreziqet, ja njoh sfidat, por di dhe mendoj unë që sjell edhe një mënyrë timen për t'i bërë gjërat mirë. Absolutisht. Dhe me rezultate që të prekshme dhe jo thjesht me fjalë boshe. Tani që ti po më tregon edhe për mënyrën se si kanë ardhur gjërat natyrshëm përmes
aftësisë tënde gjithashtu edhe zotësisë tënde për t'u evidentuar edhe për të qenë gjithmonë mirë në ato gjëra që ke bërë. Është interesant sepse ndoshta sfidon edhe mendimet e atyre që mund të mendojnë që ja vajza e stafetit edhe gruaja e një politikani tjetër e ka më të lehtë në politik. Megjithatë ne kur folëm herën e shkuar bashk, më thej që ke qenë në një rol dytësor më përpara dhe ndoshta këto eksperienca që po bën tani nuk i ke ditur, domethënë disa gjëra kanë ardhur dhe si surprizë për ty, apo jo? Po, shumë vërtet. Interesant. Sepse unë kam qenë, kur je në rolin e bashkëshortes, që ti je për krah një politikani, ti nuk je politikani vetë, pra rruga është e ndryshme që përshkon. Unë kam qenë vajza e një politikani, bashkëshorte e një politikani, por kjo rrugë që po bëj unë, kjo është e imja dhe do të jetë e imja. Kështu që dhe rruga që kam bërë deri tani në jetë, ka qenë rruga ime. Unë jam me fat që kam pasur një baba si Safeti, jam po ashtu me shumë fat që kam një bashkëshort si Aldo, njerëz që më kanë lehtësuar jetën në shumë kuptime, por jo se kanë bërë jetën time, pra nuk e kanë bërë rrugën time. Po në këtë rrugtim politik, çfarë roli ka patur tëndin? Çfarë roli ka patur Aldo? Me Aldon ne për kaq kohësh që kur jemi njohur dhe deri sot dhe do të vazhdojmë me sigurt, ne çdo ditë flasim për politikë me njëri tjetrin. Po çike lotshme apo jo, në politik nuk mund politik në shtëpi. Njerëzit e ngatrojnë politikën me partitizmin. Çdo ditë është politik për njeriu. Një ngjarje që ndodh ka politikën brenda, se kërkon një përgjigje, kërkon një zgjidhje. Kështu që ne gjithmonë kemi diskutuar me njëri tjetrin, diskutojmë për ngjarje, diskutojmë për ide, për ndodhi, nuk bëjmë thash e them. Okej. Kjo është se në fakt desha të të pyesja në një çift edhe bën ndonjëherë të thash e them. Jo, nuk është Aldo natyrë e tillë dhe nuk e kemi pjesë, domethënë. Kështu që prandaj edhe ka munguar edhe kjo pjesa e të njohurit nga brenda, çfarë bëhet këtu apo aty. Ai nga që nuk është natyrë e tillë, nuk mi ka përshkruar dhe miqtë e tij ta konfirmojnë këtë gjë. Ti je e sigurt mund të pyesësh. Dhe në këtë pikë ngjajmë shumë me njëri tjetrin. Por unë kur kam shkelur këtë tapetin e politikës aktive, kam parë gjëra të reja, jam befasuar, edhe kam pyetur Aldon, po si s'ma ke thënë këtë gjë, si s'ma ke thënë atë gjë, e kam pyetur. Edhe ai qesh dhe më thotë, po ja do t'i zbulosh vetë, nuk ka këtu formulat gatshme, secili zbulon gjërat e veta gjatë rrugës. Pastaj sigurisht unë i marr mendje si mund ta zgjidh një situatë apo një tjetër. Nuk është se biem gjithmonë dakord. Po. Po duke qenë fushë e re për ty, relativisht e re, domethënë në eksperiencën tënde, çfarë pritshmërish ke pasur? Edhe çfarë zhgënjimesh ke pasur? Shumë herët për të folur për zhgënjime, po ka gjëra që të befasojnë. Për shembull, kam pritur një bashkëpunim shumë të madh në një frymë grupi shumë të madh dhe më të konsoliduar. Ndoshta nuk e kam gjetur për shkak edhe të rrethanave në Partinë Demokratike, sepse kaloi vështirësi shumë të mëdha, ndoshta kanë qenë edhe këto faktorë. Ka qenë kjo frymë grupi mendon në kohën e babait tënd? Po, unë mendoj se kështu e kam përjetuar unë të paktën nga jashtë. Mendoj që ka qenë edhe në kohën e babait tim, ka qenë edhe në kohën kur e Aldos deri përpara disa viteve. Por mendoj që ajo thyerja e madhe që ndodhi në Partinë Demokratike, ato kohët e vështira, këto ndoshta e kanë ndryshuar pak gjërat, ose ndoshta edhe opozita e vështirë, 12 vite ka qenë opozita e lehtë, ka qenë një opozitë shumë e vështirë. Ndoshta edhe këto kanë patur ndikimin e vet. Megjithatë, kam takuar dhe njerëz që më frymëzojnë, ndihem mirë mes tyre, edhe mendoj që ndihem, pse jo ta them, një ekip shumë i mirë bashkë me ta, sepse si në politik, edhe në diplomaci ku kam qenë përpara, gjërat nuk arrin kurrë vetëm. Absolutisht. Gjërat arrin bashkë, me ekip, ti duhet kesh një vizion, ti duhet kesh një strategji, pastaj taktikat që ndjek gjithë secili janë individuale.
Por Ti ke qenë këto janë gjëra që duhet i ndajnë. Ti ke qenë drejtuese e fushatës Belindit për Bashkinë e Tiranës. Si e kujton atë fushat dhe çfarë eksperience ose çfarë mësimi ke nxjerr nga ajo fushat? Ka qenë një moment shumë i bukur në fushat. Unë u gjenda edhe aty jam gjendur papritur, megjithatë e mora atë përgjegjësi dhe gjëja që më ka mbetur edhe ruaj me shumë dëshirë me vete është ajo fryma rinore që kishte ai shtabi elektoral që krijoi Belindi, ishin të gjithë të rinj dhe për mua ishte një shok sepse unë nga një ambient ku isha më përpara në diplomaci kam qenë gjithmonë tek më të rejat. Pra isha shumë e vogla, e reja e grupit. Krit papritur u gjenda në një vend pune ku mora vesh që isha më e madhe e grupit. Edhe po më ka lënë një ndjesi shumë pozitive ajo atmosfera që krijoi aty tek shtabi, liria që kishte gjithë secili për të thënë atë mendjen e vet, për t'i bërë gjërat sipas mënyrës vet, ishte shumë e bukur. Sigurisht ajo që më zgënjeu ishte rezultati, prisja një rezultat ndryshe, megjithatë për Ethana përsëri edhe kjo mund të kalohet. Ndërkohë çfarë do të thotë që t'jesh në politikë në këtë moment? E konsideron të rëndësishëm këtë moment për Partinë Demokratike dhe për Shqipërinë? Mendoj që është një nga këto momentet më të bukura për një njeri që të lë një shenjë. Pse e them këtë? Shqipëria ndodhet në një moment shumë të vështirë. Dhe ne jemi në pikën që amerikanët i thonë make it or break it. Pra, ose ne do të marrim një rrugë tjetër dhe Shqipëria do të duhet një vend më i mirë, ose Shqipërinë e prek një fund jo i lumtur. E them me shumë dhimbje këtë, e them edhe si grua, edhe si nën, edhe si politikane, i them në të treja këto role bashkë. Dhe mendoj që ky është nga ato momente ku çdo njeri provon veten. Dhe mendoj që prova që unë i kam vënë vetes dhe po i jap vetes, por që dua t'ja jap dhe të tjerëve duke kandiduar, është që unë kam zgjedhur që të mos i shmangem kësaj betejë, por të dal në krye dhe të ofroj një model tjetër qeverisjeje që i duhet vendit, ashtu siç e mendoj unë politikën. Si është ky model qeverisje? Dhe duke marrë me vete gjithë çfarë kam mësuar unë nga gjithë kjo përvojë, pra duke mësuar edhe çfarë kam marrë nga të shkolluarit jashtë, nga universitete kaq të mira, duke punuar në një punë që ka qenë një punë shumë e bukur, po ka qenë me një punë po ashtu me thuaj, ne kemi punuar në Ministrinë e Jashtme apo dhe në Presidencë bashkë me kolegë tjerë, na ka lidhur puna shumë me politikan perëndimor, të cilët na kanë mësuar çfarë është demokracia, cilat janë rregullat, si shkohet në Bashkimin Evropian, për shembull, kemi folur për integrimin. Jeta ime është 22 vite karrierë, integrimi evropian i Shqipërisë. Po. Dhe këtu unë kam mësuar që nuk shkohet me fjalë boshe. Pra, ne duhet të ndryshojmë mënyrën e të bërit gjërave në këtë vend. Ne duhet të flasim njerëzve për mënyrën se si duhet funksionojë një institucion. Do të shkojmë në tregun evropian, si do të shkojmë ne në tregun evropian? Thot kryeministri do ju jap një pasaportë, nuk ka asnjë kuptim ajo fjalë. Asnjë kuptim, po. Në tregun evropian do të shkojnë të gjithë ata që janë tregtarët sot këtu, fermerët, bizneset shqiptare do të konkurrojnë në tregun evropian. Po ata duhet t'ja dinë se çfarë rregullash ka atje. A do t'ja dalin? Partia Demokratike është njohur kryesisht si parti patriarkale, me burra kryesisht, dhe si është gjëndesh në Partinë Demokratike si grua. Tani, unë mund të kem eksperiencën time gjithashtu si grua në Partinë Demokratike, po unë dua të di për përjetimin tënd. Si e ke përjetuar ti t'jesh grua në Partinë Demokratike dhe si mendon është t'jesh grua në politikën shqiptare në përgjithësi? Po në Partinë Demokratike unë e kam ndjer veten mirë, sepse jam pritur si një grua, po si një grua e aftë. Dhe mendoj që i kam bërë shumë burra aty të më dëgjojnë fjalën. Fakti që u zgjodha edhe më njëherë drejtuese departamentit marrëdhënieve me jashtë, në formë unanime, shumica aty ishin burra, kështu që po mendoj që e kam lënë një shenjë aty si grua. Po në politikën shqiptare në përgjithësi ka probleme gratë,
sepse është shoqëria patriarkale, jo Partia Demokratike patriarkale, shoqëria shqiptare është patriarkale, e bën jetën të vështirë për gratë në jetën publike në tërësi. E megjithatë, Partia Socialiste në imazh ka më shumë gra që e rrethojnë kryeministrin, ndërkohë Partia Jon Demokratike nuk është ky rasti. Po kjo nuk në është imazh, po çështje. flasim për imazh. Po unë gjithmonë e kam shmangur këtë lloj debati sepse unë refuzoj një debat kuotash gjinore. Gratë nuk janë numra. Okay. Apo thjesht një fytyrë e bukur që i Pra, duhet je një kundër partie kuotave. për imazh. Gratë janë njësoj si burrat në kuptimin e vlerave. Pra ne kemi diçka për t'i thënë kësaj shoqërie. Dhe kur dalim aty, dalim që të përfaqësojmë. Jo thjesht që themi që janë ca gra që duhet jenë aty se duket ajo fotografia më bukur. Unë jam kundër kësaj gjëje. Dhe gjithmonë këtë trajtimin e grave si numra, si kuota, si fotografi e kam refuzuar dhe do vazhdoj ta refuzoj me këmbgulje. Ne duam gra që të jenë aty për atë që din të bëjnë. Dakord jam, megjithatë një grua nuk e ka aq të thjeshtë sa një burr për ta bërë këtë gjë, sepse gruaja duhet merret edhe me fëmijët, duhet merret edhe me familjen, pra ka disa vështirësi më shumë. Po, shumë e vërtetë është. Dhe kjo besoj që merret parasysh përderisa pranohen kuotat. Patjetër, ka vështirësitë e veta, por ajo vështirësi duhet të kaluar dhe trajtuar brenda familjes, ndërsa kur ti e ke të kaluar këtë, pra kur një grua futet në politik, duhet të jetë në politik sepse meriton që të jetë aty dhe përfaqëson diçka, përfaqëson një vlerë, përfaqëson një ide, përfaqëson një shtresë, po jo që të përfaqësoj thjesht një numër. Ka ndryshim mes dy partive për këtë? Dy partive të mëdha? Ka shumë ndryshim. Edi Rama ka mbushur Partinë Socialiste me gra që nuk thonë asgjë. Shumica e tyre, jo të gjitha, shumica e tyre nuk thonë asgjë dhe mua më vjen keq për këtë, sepse kjo na bën dëm të gjithave. Ashtu sikurse do doja që në Partinë Demokratike të kishte edhe më shumë gra. Mendoj që Partia Demokratike ka më shumë gra cilësore, ndoshta ka më pak në numër, por i ka gratë më cilësore. Dhe më qendrestare. Kritika që vetë kritika ose autokritika për partinë ku unë jam është që të ketë edhe më shumë gra cilësore. Dhe kjo do të ishte ndoshta edhe një ftesë drejtuar grave, që mos e shikoni Partinë Demokratike si tabu, është e hapur, ja ku na keni Floriana, ja dhe unë. Nuk do të jetë e lehtë, duhet t'ua themi të vërtetën, nuk do të jetë fare e lehtë, do të jetë e vështirë, por asnjë punë e mirë nuk është e lehtë. Çdo punë e mirë bëhet me vështirësi, po ja vlen. Si të kanë pritur në fushat njerëzit? Më kanë pritur mirë në rrugë, më presin shumë mirë edhe ndjej një dashamirësi shumë të madhe. U pëlqen imazhi im, u pëlqen mënyra se si unë jam shfaqur në televizione, mënyra se si flas, qetësia, edhe siguria që unë u transmetoj, edhe ma thonë këtë drejt për drejt dhe më bëhet qefi. Disave u vjen mirë që unë i përkas komunitetit Dibranve, ma thonë, o Dibrane jonë, të kemi parë, ose këta Libovitët më thonë për shumë, dhe Gjorë Kastritët që pra i përfaqëson të gjithë. Sikur ndjen të përfaqësuar edhe si bashkësi të vogla, pra si komunitete më të vogla, por kam një pritje të mirë, kam një reagim të mirë, edhe më pëlqen që edhe më pyesin dhe më dëgjojnë. Se kanë qeft më dëgjojnë në rrugë, edhe më bëjmë pyetje të thjeshta, u përgjigjem shumë thjesht, po jam e besueshme dhe kjo më jep forcë. Beson te fitoria e Partisë Demokratike? Mendoj që kemi një shans shumë të mirë për të fituar, dhe duhet vazhdojmë të gjithë të punojmë edhe më fort. Jo kaq, po edhe më fort dhe mund ta përmbysim këtë situatë. Uroj shumë që të shoh në Parlamentin Shqiptar. Faleminderit. Uroj shumë që të fitojmë në radhë parë, të krijohet ajo përmbysje e madhe dhe pse jo të jemi edhe në parlament.